Për shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit pul me harç që bëhet tepër e sheshme krejt çka ju nevojiten janë 6 lugë të gjellës me miell misri, 2 krem fresha pra, ose shmonda, cilat i keni, nga 200 gram, 200 gram me shlagzane për ndryshe ojk, 4 thelbi hudhër i kum ngri, 1 kg e 200 gram misht pulles, e kum zi veç me pak vegete dhe ujë normal. Prej këti longut mishit pulles që u zi, e kom hetë pra 200 ml, e kom qitë në një gotë pra të 200 ml, si dhe 6 lugë të gjellës pra miell misri. Përgatitet shpejt, bëhet shumë e sheshme që ja vlen ta provoni se cila motër. Furrën e kom lshu me unëzën temperaturë 220 gradë. E kemi lshu edhe lloçën konal, e kom marrë një tigan. Tash bismillah fillojna me përgatitjen e harçit. Në një tigan pra ku nxe qesin 200 gram me ojk, 200 ml lang pra ku është zi mishi i pulles. 2 krem fresha e qesim pra në tigan. Tash e kom ur edhe kom shpërla ku kom këto pra ojka për ndryshe shlagzane me pak ujë edhe përzina. Ashtë ja qesim pra edhe miellin. Një lugë të mesme ja qesim veget, ose krep, jo krep plot, nëse qëtë një krep ma pak, veget një lugë të mesme, e shtojnë tash miellin e misrit, thelbet e hudhrës, edhe në temperaturë të ultash e përzina, miellin edhe harçin për ndryshe. Marrim një lugë të mesme pra me veget. Ja kom shtu edhe pak lang pra të mishit, kur zi pula, sepse bëhet super jap shije fantastike. E përzina pra mirë, këtu nuk janë që mbesin nga milli, po janë thelbet e hudhrës që japin një aromë fantastike. Furra veç është nxehur, tash mbas e keni përzi mirë, e lojnë atë merr veç një vaj, se që po shefni. Pasi ka morë val pra edhe harçit, tash të e marrëm një tepsi ku edhe shprazim harçin në tepsi. Pasi kemi qitë harçin në tepsi, tash të me njëherë marrëm mishin e pulles pra që është zi edhe e renditin për një harç. Furra është nxehur ashtu kështu. Me njëherë fusim tepsin pra në furrë nxehur. Tash pra tepsin e fusim brenda në furrën e nxehur. Edhe tepsin e kom hek prej furrës, e kom lënë pra në temperaturë 220 gradë për 20 minuta. Kështu duket edhe pula me harç që bëhet fantastike nga shija. Ose mundeni me ngjy kështu. Has shqiptar s'ke që ja kemi pas zanat gjithmonë me qitë tepsin në sofër. Ja tash të normal edhe me piruna, me thika ato s'po tham që nuk hajna, po diqysh t'ka knoqa ja të një herë që shkemi hangër krejt, sofra plot, ta ka koj diqysh ma shumë. Tash sa ma shumë po petullohen aq ma ndryshe. Pak hajgore, kështu që neve na beft mirë, juve po ashtu nëse provani. Faleminderit për përkrojën që ma bëni komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju tham, miru pafshim.